Unë nuk e di për juve, po viti 2013 më duke se kaloj sot qëllëm shelsyt. Si sot e majmen kur elë baba Dimri e në puni dhurata. Nese, nuk i ka metë edhe shumë këti shkreti 2013. Po besoj që ajo e cila ju intereson juve është se qka do shini gjatë netëve festive në Klan Kosova, qka kemi përgatitur ne për ju gjatë ndrimit të moteve. E këtë më së mirë na e tregon materiali përgatitur në vazhdim. Para vitit, aty emocione. Ku është Liberta ka ngritë tensionin, ta flet. Tensionin e kam të ngritur qysh do kohë se dhe ka të sëllës, e gjithashtu edhe emocione pisa buaj dhe i mramje non-stop fan. Si për emision vitit 3, si për emision të verës, si për emision të vjeshtës, si për Cila pak? Nuk ka nga si e pare.
që kom bu verës, se edhe me këngën një mbonë. Ne u zhvendosëm aty ku edhe po bëheshin provat nga Tuna, Kozman dhe Geti, nga Baba Stars. Kështu erdhë edhe momenti i nisjes së xhirimit të programit, e derisa po merreshin me provat e fundit, takuan Fjolla Morinën, e cila ishte e gjitha nën petkun e markës Chanel. Po, cila është dëshira e saj për 2014? 2014 me punu me boba më bukra, videoklipe shumë të forta. Skema e përgatitur, tashmë kishte filluar koncertin e mbrapa saj takuam edhe këngëtarin Sinan Hoxha, që me sa duket ishte më së i kënaqur me veten dhe vitin që la pas. Unë e konsideroj veten pak sa njëri me pak. Kam shumë vite që ndjej veten të realizuar, sigurisht fare punëstime, ka qenë një vit vërtet shumë plotëdhënës. Kam pas koncerte papunësisht, kam hedhur një album plot, që do rrallë vitet e fundit me artista, dhe kështu që ndjem vërtet i realizuar. Shëndetje, unë jam Melina Duni për emisionin prive. Ndryshën nga Sinani, Elina Duni ka dhe një urem për veten. Të shqojmë, unë veç shpresoj që do kem frymëzim me shku për para, ka që këtë gjë ju uroj vetes. Doktor Flori ndjej brenda vetes bekimin sa i përket 2013, nga se sipas tij ai njohu Perëndin e 2014-a. Që ta njoh më shumë Perëndin. Këngëtari Gena, çfarë mendon për miksin e bërë në prezantim nga Liberta, Ermali dhe Arian Çani? Mendoj se kjo është me të vërtet një mbrëmje ose ta quaj festa më e madhe që organizohet për të festuar 2014-ën dhe është një kombinim perfekt. Ajo që do të mund të ndiqë në këtë edicion është edhe kënga Phoenix në Remix Edition. Ta veç mëna një sang me thonë Mr. General up in here. He was the one that made it. Kjo konë që njëri që ka bo sanin, ka di qa me bo, edhe ka shku që ashtu. Që shu bo deri shtash. Se ka me Kozman, Yes, edhe Tuna. Po më kanë të një gjithmonë bëhen remix edhe që ki fenomen të nahis është të përdorën si dipses shpesher thëma, duhet më bo ma shumë remix a kanë të mira, pse jo. Edhe kjo që u konën kishë me qujtë hiti maj madhi kësaj vere, be më nërmenja që ja ka vlejt pa tjetër me konë një remix. E ndryshe nga Tuna dhe Kozi, çfarë po servir 2014 për skivin nga Poku Label? Njërë është një bashkëpunim shumë i mirë mes Mimoza Shkodrës edhe Nora i Strefit. Është një këngë që e keni përmenë edhe ju 2 emisione ma herët. Instrumentali është i përnjun pej Kitson Torç, muzika është pej Getit, teksti është pej Getit edhe ka më lancu në channel të na Baba Stars. Është një këngë shumë e mirë. Ku Zogu, Tuna, çfarë lamëngje e çfarë pret të realizojnë në 2014? Po jo nga forën në skopë dhe mu shumë sene mesim pik, shumë sene me në që si kom borën perfekcion edhe në formën ma të mirë, në maksimumin tem në gjithmonë që se nuk është 2013 që 2014 që është këtu, gjithmonë jam unu mrena vjetëve mi perfekcionu edhe mi arrit deri dikon qëllimet në mënyrën ma të mirë, mi balancu thjesht gjitha obligimet për mi arrit ambicjet edhe qëllimet që i kanë. Në datën 31 dhjetor, në ndërimin e motmoteve, me ju në Klan Kosova dhe Klan TV do t'jenë së bashku Soni Malaj, Besa Kogdhima, Tuna featuring Kozman, Baba Stars, Fjolla Morina dhe Stresi, Adelina Tahiri, bende të ndryshme nga Kosova dhe Shqipëria, Sinan Hoxha, Gena, Mariza Ekonomi, Drena Bazi e shumë të tjerë. Edhe ne ju urojmë më të mirat në vitin që po hymë.